Të nderuar miq, do të flasim për luftën në lindjen e mesme. Këtë radhë do të fokusohemi tek Turqia, çfarë po ndodh aty, si po e menaxhon këtë krizë në kufi, dhe sa shanse ka që të vinë këtej nga ne. Për gjitha këto do të flasim me studiuesin, gazetarin, mikun e emisionit tonë, Sokol Braj. Sokol, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, është kënaqësi. Faleminderit ju. Së fundmi kemi reagimin nga Turqia, nga Irani, që raketa që erdhi në Turqi nuk kishte këtë synim, pra tokën turke. Por çfarë po ndodh konkretisht aty dhe së fundmi ka një frikë për kurdët, që duket se sipas mediave izraelite janë vendosur në veprim pra nga Tel Avivi dhe nga Iraku kanë çarë kufirin për në Iran. Ka shanse që ketë një reakcion zinxhir dhe në Turqi? Reagimet zyrtare të kësaj kanë qenë të kësaj mbeturinë balistike, pra që është goditur me radarët mbrojtës me anti-raketoret të NATO-s. Anti-raketoret, dhe me thënë copat e anti-raketave të NATO-s kanë rënë në Turqi, pra jo vetë ajo bomba balistike. Këtë duhet të nënvizuar, reagimet kanë qenë shumë të ashpërta me të vërtetë nga Turqia. Biles për herë të parë duhet ta cilësoj që për herë të parë që Erdogani ka 24 vite që është kryeminist dhe president, dhe për herë të parë nuk thot inshallah e mashallah, thot por me përpikmëni nuk kemi lënë asgjë në mëshirën e fatit, pra nuk kemi lënë gjë rastësisë, pra nuk thot inshallah e mashallah, po jemi thot me çdo gjë jemi gati, pra nga ajri, nga toka, nga deti, nga të gjitha, dhe kjo ka qetësuar normalisht edhe popullin, sepse lufta nuk është ashtu si flitet apo si shifet në për televizione, por dihet kurse pyetjes dhe për këtë shohim edhe reagimet e NATO-s, ka qenë një mesazh sensibilizues qoftë nga NATO-ja, por qoftë edhe nga Turqia dhe NATO-ja atyre vendeve që mundohen që të çojnë që të synojnë, domethënë pra antarët e NATO-s. Kurse pyetja po rrethanave të kurdëve që thot Izraeli, po Izraeli dihet që mbi forcën e saj që ka, mbi veprimet efikase dhe shumë të suksesshme sipas asaj që ka, domethënë është që të krijojë kaos sa më shumë, dhe këtë ja ka arritur në të gjithë rajonin, me thënë të drejtën, dhe a mund të arrisë të bëhet njëjtën gjë dhe në Iran. Gjithë kjo e pyetja është sepse kurdët është për të ardhur keq normalisht, por prej faktën 12 vitesh kanë qenë mish për top për Izraelin, si në Irak, në Siri dhe po ashtu edhe sot, të cilat janë që kërkojnë një shtet, por nuk e kanë bërë ende, dhe gjasa nuk ka, domethënë për kjo është një pjesë organizata, apo kanë organizata të ndryshme që nga PKK-ja, JPEG-u, PhD, YPG, të tjera, të cilat sponsorizohen nga Izraeli, biles së dëgjoja forcat demokratike të Sirisë, të cilat nga qoftë nga ish Damasku, nga Bagdati, por edhe nga Ankaraja dhe nga Teherani, që quhen organizata terroriste, janë sponsorizuar nga Amerika zyrtarisht, dhe tashmë kanë mbaruar punën në vendet e tyre dhe janë drejtuar drejt Iranit. Pra kështu thonë mediat turke, mediat rajonit, por duhet parë që është një propagandë e Izraelit, po ashtu edhe Amerikës, sepse në planifikimin e tyre, pra në bombardimet e para të Iranit, nëse të kujtohesh shumë mirë, do të bërë që do ishte një ditë, 2 ditë dhe të shkoshin në shtëpiat e veta, pra Izraeli dhe Amerika, por duket që, siç e themi në shqip, plani në letra nuk ka dalur në fush, pra kanë pasur një gjë tjetër ku me të vërtetë Irani nuk u priste, dhe unë vetë si Sokol nuk e prisja, pavarësisht se unë nuk jam lider shpirtëror i Iranit, por domethënë ju ka has sharra ngushtë, pra Irani arriti ta zgjerojë në të gjithë rajonin luftën, pra arriti të bëj atë çfarë e pa të premtuar përpara se të vriste Hamanei, dhe tashmë po shohim që në këtë operacion kaq të vogël, në operacion kirurgjikal siç e quajnë, kanë marrë pjesë mbi 40.000 ushtarë amerikan, pra kjo tregon që nuk janë ata anijesh, fregatash, pra luftanijesh, dhe minimum harxhimet ditore bëhet fjalë që i kanë mbi 2 miliard euro Amerika pra në këtë sulme, pra janë bë 5 ditë. Edhe thuhet normalisht ne tash nuk kemi financierë të ushtrisë amerikane, por se sa flitet, po ashtu edhe Izraeli, Irani ka arritur të bëjnë damën në maksimum, pavarësisht se në media shohim shumë gjëra, por sidomos propaganda e
Washingtonit dhe Tel Avivit është shumë e rëndësishme, në fakt jo vetëm atyre, por edhe Teheranit, ku në gjendje të tilla është propaganda, mashtrimi, gënjeshtra, dezinformimi është shumë më i fortë se sa vetë ajo prella e bombë që hullet, dhe këtë ka vërtetuar gjithmonë historia. Kurse për punën e kurdëve që thash, për Turqia nuk ka frikë, domethënë, për këtë Ka arritur një Turqia më duket arriti edhe një pajtim me PKK-n para pak në Turqi ka arritur pajtimi me PKK-n. Në Turqi PKK-ja është shkrir pra nga vetë themeluesit i Abdullah Öcalanit, që është 30 vite në burg dhe është i dënuar i përjetshëm në burg, por tashmë Turqia ka ndryshuar strategji dhe në zgjedhjet e ardhme pritet që Abdullah Öcalan të jetë deputet i kurd në parlamentin e Turqisë, ku tashmë po presin të dalin në një amnisti ku Partia Ultranacionaliste Turke ja ka dhënë këtë okay, dhe presidenti Erdogan normalisht po shef interesat dhe anketimet, domethënë sondazhet e se ku do shkojnë vota e kurdëve, por gjithsesi tashmë është e falur dhe Turqia ka një përvojë shumë të gjatë me këtë temë, ku nuk e la të bëjnë referendumin as në Siri, po as edhe në Iran dhe as në Irak, por edhe në Siri, në Iran, domethënë atë të kemi një gjë, po mund të kemi sepse qëllimi i Izraelit, domethënë në të gjithë rajonin është me fshi, me godit, me mëllë, vërtet vetëm gjak, sepse qenia e vetë Izraelit është mbi gjakun, pra aty kjo duket tashmë kjo. Kur Erdogani thotë që jemi gati, sikur thatë ju, për çdo gjë dhe nuk i ka lënë asgjë rasist, i referohet një sulm nga Izraeli apo nga Irani? Jo, Dilber, gjë sulmet nga Izraeli për Turqinë janë, unë e shoh totalisht pralla, është e pamundshme, pavarësisht se janë konsum shumë i dobishëm dhe shumë me kalori shumë të mëdha për politikat e mbrëmshme qoftë të Turqisë por edhe të Izraelit, sepse ishte nëse ju kujtohet patëm debatuar edhe shumë, domethënë patëm folë edhe shumë së bashku, Dilber, që u filloi lufta turko-greke. Çfarë lufta turko-greke? Po janë, domethënë janë disa lufta imagjinare, disa fantazi që as mendja nuk mundet me i pa me menuar. Pastaj bisede ja 2-3 muaj më pas, Mitsotakis se erdhi në Ankara. Po pra, edhe kështu është, se një gjë, Turqia është i vetmi vend musliman që është garanci për qenien e Izraelit. Domethënë është i vetmi i pari që ka qenë. E dyta, Izraeli nuk ka asnjë problem me Turqinë. E treta, Izraeli ka më shumë se gjysmën e popullsisë ka qytetarë turq. Se kanë aq problem domethënë me Ankaras dhe ashtu, atëherë të nxjerrin atë ligjin që i patë nxjerrë Shqipëria dhe gjithë bota nëse një shteta si joti shkon e lufton me ISIS-in, atë kujtohet atje, po tash dihet e gjithë bota din që ushtria, qeveria dhe populli i Izraelit ka bërë gjenocidin më makabër, domethënë krimet më çnjerëzore kundra njerëzimit të pambrojtur, pra është bërë tani në Gaza, pra thonë gjithë populli, shumica e popullit të Izraelit, ushtria, qeveria, gjitha, atëherë pra Turqia mëse pas ka kaq problem të madh Izraelin që kanë luftë, po ata miliona Izraelit a janë shtetas të shpo, hajtë të fusin prapë se shkojnë në luftojnë atje bëjnë krime. Pra këtë janë në thojza janë pralla. Janë për influenca mediatike, janë për të rëndësishme për edhe me patjetër, edhe për politikat e mbrëmshme, qoftë për Benjamin Netanyahu, qoftë për Recep Tayyip Erdoganin, sepse ku pa fillu lufta në Gaza, pas disa në Gaza ishte viti, kishte kalu 6-7 muaj, një vit, tam fiks nuk e kujtoj, po më kishte kalu gati një vit dhe Turqia, pra ushtria turke dhe ushtria izraelite, në umbrellën, në mikpritjen e alijevit të Azerbajxhanit kanë bërë një marrëveshje për mos konfliktim, pra mos muzimi njëri tjetrin. Dhe kjo është marrëveshje zyrtare, kjo nuk është e fshehur pasur cili kush do ta sulmojnë. Atë që thot presidenti zoti Erdogan që ne jemi të gatshëm, pra nuk ja lëm zotit më, po jemi, domethënë nuk ja lëm kaderit më çat ke shkruar zoti, po ne jemi të gatshëm për çdo gjë, është për ato që mundohen të bëjnë spekulime apo të bëjnë sabotazhe kundër Turqisë, sepse automatikisht domethënë që Izraelit mund të levërdizi, mund të jetë shumë pozitive për Izraelin nëse Turqia futet në luftë. Është super perfekt, sepse kush lufton nuk fiton kurrë. Dilber, të gjithë humbin atë që luftojnë. Dhe sidomos kur është në brektat, në fushtate, në bashkëtate. I vetmi që fiton nga këto është Amerika, sa mi kilometra ka larg domethënë të lufta që ndodhen në Rusi, në Ukrainë, në lindjen e mesme, në lindjen e largët në Afrikë, sa mija kilometra ka larg, ai merr të gjitha nimetet e luftës. Por ku aty ku djegët Tebaşia, ku djegët Shqipia nuk ka fitues, domethënë as Izraeli, as ato. Dhe Turqia domethënë tregon atë forcën, pra
tregon forcët për ata që mund të bëjnë sabotazh. Por ky është do ta shohim Dylber edhe nga ana e një mesazhi të NATO-s për Rusinë dhe Kinën dhe Indin që tashmë India është detyruar dhe po vjen me kokë ulur pranë NATO-s dhe Europës, por një mesazh për Rusinë që edhe Rusia nuk ka ngel më, domethënë që ajo po përrua me mënyrë, domethënë veten vetë për dot më Rusia, por edhe Kina gjatë mënyrë. Në 2 minutat e fundit edhe një pyetje kam. Kemi rrezik ne këtej apo jo, sepse së fundi kemi parë edhe një hartë të interesave amerikane në Ballkan dhe në Europë, por edhe rrezeja e veprimit të mundshëm nga kapacitetet ushtarake të Iranit, pra raketat balistike të tjera. Ka pas debat sapo nisi lufta atje, debati në Tiranë ky ishte, a na prek ne apo jo. Po së pari do të kalojmë nga Turqia, kështu që ju jeni atje. Është për konsum të mbrëmshëm, është për konsum bilet të lloj strategjisë sponsorizohen shumë nga qeveritë, domethënë nga qeveritë dhe nga inteligjencat e qeverive, nga propaganda e qeverive, pra domethënë qoftë propaganda e zotit Rama, po ashtu edhe e Turqisë, po ashtu edhe e Greqisë. Një radhë të parë që të bombardohemi ne, pra të bombardohej Shqipëria, ja e pamë në Turqi. Ja, ishte Turqia në antare e NATO-s, pra nuk e kanë eliminuar bombat apo radaret e Turqisë, por të NATO-s. Domethënë, ajo nuk ka hyrë kurrë, pra domethënë jemi në fund të Turqisë atje në lindje, në jug lindje të Turqisë, pra që kemi Çiprën, që kemi Greqinë, kemi Bullgarinë nëse i vjen këtej sipër, domethënë kemi gjithë këtë Turqinë nga deti zi, kemi Bullgarinë, Romaninë që janë në NATO dhe nëse ja arrin të vijë atje, po atëherë le të vijë, le të bëjmë gjithë shkruan e hi, domethënë nëse ka arritur Irani, që Irani dihet se sa forcë ka. E dyta, po të gjëra të tilla mund të ndodhin. Si mund të ndodhin nëse NATO tashmë iku, po u zgju më nesër gjithë ata NATO mbarova punën, eliminova çdo gjë, nuk ka dhe gjithë ata që kanë armë do t'i marrin për vetën e vet. Pra atë na skemi edhe s'na mbron kush dhe Turqia jam i sigurt, Greqia jam i sigurt që nuk do të hulli një antiraket për të na shpëtuar ne. Për shemb, apo Serbia. E treta është që perandori, forca më e madhe e kësaj bote, imperializmi që e quajnë komunistët, është Amerika dhe tashmë duket e qartë, duhet ta pranojmë këtë realitet që për dekada të ardhme, domethënë nuk kemi sistem multipolare, duepolare, tripolar, kemi një sistem i cili është Amerika, sepse të gjithë ulën kokën nga ignorancat, nga mos strategjia e Kinës, e Rusisë, janë të fortë, jemi të bëjmë ashtu, tash nuk po ruajnë dot më nerë më thon veten e vet. Dhe kjo është strategjia e Amerikës. Kurse Irani u dinte se sa ka, por nëse Irani arrin ta mposhtë, domethënë Izraelin, pra t'ja ul kokën Izraelit dhe ta dënoj për ato krimet që si tha pa më parë, që janë krimet më makabre që janë bërë nga njerëzimit në Gaza, ja arrin t'ja ul kokën dhe, atëherë do të kemi një paqe me të vërtetë në rajon. Por nëse Izraeli vazhdon nuk do të kemi, pra pas Iranit do të kemi vende të tjera, sepse qenia e Izraelit është vetëm bijetesa me gjak dhe me terror. Kjo e ka vërtetuar kjo. Kurse për ne Shqipëri, jo, mos keni frikë fare për atë punë, sepse nëse do të arrisni, domethënë, nga Irani mos keni frikë fare, se nuk e ka aq forcë Irani, se të kishte aq forcë Irani nuk do shkonte në këtë gjendje, Dylber. I meçur, i urtë nuk shkon në këtë gjendje. Ja shkon si çfarë gjendje shkoi Rusi, çfarë gjendje shkoi Irani, ata që janë forcat më të mëdha, edhe Kina që ka dekada që ka miliarda investime, domethënë në Venezuelë, në lindjen e mesme, në Lirin Persik, ai ikën të gjitha tashmë kalon në dorën e Amerikës. Edhe Rusia, të gjithë domethënë kishte mesdheun, kishte atje ku është tash Rusia. Pra, Irani duket se ku është Irani, por ne tani domethënë nga ana politike dhe gjeostrategjike dhe jo nga ana humane, sepse çdo njeri që vdesin ku dihet mirë që edhe në këtë luftë ka filluar me një krim kundër njerëzimit, të cilat 160 e sa fëmijë vajzë një shkollë varzash është eliminuar pra nga ushtria e Izraelit dhe Amerikës, e cila kjo është e pafalshme. Domethënë në njëjtë gjë me bë edhe dikush tjetër tek në Izrael apo kudo tjetër, janë të pafalshme dhe kanë krime shumë të rënda kundër njerëzimit. Sokolon, falenderoj shumë për gjithë informacionet që ju dhat dhe analizën për situatën atje. Të jam mirënjohës shumë. Faleminderit shumë. Gjithashtu, faleminderit.